po ja ku jemi. Prandaj po e nis me një porosi si vëllai motër. Mos u emociono shumë në fillim, edhe pse e di që s'do më dëgjosh. Nëse të mbushën syt, bëje elegante siç je ti. Absolutisht. Teksa të kam parë të rritesh që nga bankat e shkollës kur të prisja jashtë me çadër që të mbaroje mësimin deri në zonjushëm që je shndruar sot. Doja të thoja që jam personi më me fat në botë, që kam një motër si ty dhe jam shumë po shumë krenar për ty, për personin që je dhe për arritjet e tua dhe e them gjithmonë plot me krenari që jam vllai i Megli Haskaj. Dhe po, si vllai motrës doja të kujtoja që ti s'ke nevojë të provosh asgjë. Thjesht i Megli, ajo Megli që bën njerëzit të qeshin pa e kuptuar, që jep ngrohtësi një dhome me një fjali dhe që ditë ngrihet prapë edhe kur gjërat s'kan shkuar siç do ajo. Edhe pse nuk është opsion mos me shku gjonat siç do ti. Për këtë vit të ri urimi për ty është shumë i thjeshtë. Të uroj që të plotësohen të gjithë dëshirat dhe ëndrat që të do ajo zemra jote e madhe dhe e bukur. Unë jam gjithmonë këtu për ty. No matter what, no matter when, no matter where, remember, të dua shumë shumë me gëzuar vitin e ri, Chris. Ua, zero. Nuk e kam pritur realisht. Je fantastik siç ke dhe emisionin. Që përshafoj pak Kjo është ty. Bravo. Për ti po e ke gotën bashkë.